Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në çdo epokë dhe në çdo kohë e shoqëri, njeriu ka kërkuar një rrugë për të çliruar nga pesha e gabimeve dhe për të gjetur paqe të brendshme. Zemra njerëzore, sado që të largohet, gjithmonë mbetet e etur për dritë, qetësi dhe rikthim tek e mira. Pikërisht për këtë arsye, Allahu i madhëruar e ka bërë pendimin një nga dhuntit më të mëdha për robën e tij. Përmes pendimit, njeriu nuk mbetet i burgosur në të kaluarën, por fiton mundësinë të pastrohet, të përmirësohet dhe të ecë drejt një jete më të ndritur. Pendimi në Islam është më shumë se sa kërkim faljeje. Ai është një kthesë thellë, shpirtërore dhe morale. Ai e zgjon ndërgjegjen, e zbut zemrën dhe jep njeriu forcë për të nisur nga e para. Në një kohë kur njeriu shpesh rëndohet nga stresi, nga ankthi, nga dëshpërimi dhe nga shumë të tjera, tema për ditën e sotme, pendimi si portë e mëshirës hynore dhe rruga e shpëtimit, tregon se gjithmonë ekziston mundësia për të ngritur, për të pastruar dhe për të afruar me Allahun e plotfuqishëm. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme ajetet nga Sureja Tobe, nga ajeti 18 deri në ajetin 21 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Faltorët e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zekatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Vërtet mendoni se ai që u jep një ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhaminë e shenjtë është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit dhe që lufton në rrugën e Allahut? Këta nuk janë të njëjtë para Allahut. Ai nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit keqbërës. Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre, janë në shkallë më të lartë tek Allahu. Pikërisht, këta janë të fituarit. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e tij, si dhe për kopshtet ku do të ketë kënaqësi të përhershme për ta dhe ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Me të vërtetë, vetëm tek Allahu
është shpërblimi i madh. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme, sa kuptuan dhe nga fjala hyrëse, do të flasim rreth temës pendimi, porta e mëshirës hyjnore dhe rruga e shpëtimit tonë. Njeriu është krijesë që ecën mes dobësisë dhe shpresës, mes gabimit dhe rikthimit, mes së mirës dhe së keqes, mes rëndjes dhe ngritjes. Ai nuk është ëngjëll që të mos gabojë, por as nuk është i dënuar të mbetet rob i gabimeve të veta. Në madhështinë e Islamit, Allahu i madhëruar ka vendosur një derë që nuk mbyllet, derisa të vijë çasti i fundit të jetës së njeriut, dhe kjo derë është dera e pendimit. Kjo derë është një prej shenjave më të mëdha të mëshirës hyjnore, sepse përmes saj, njeriu rilind shpirtërisht dhe gjen rrugën e shpëtimit. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. A nuk e din ata se Allahu është ai që pranon pendimin nga robërit e tij dhe merr lëmoshat, dhe se Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot? Ajeti 104 i surës Tauba. Kurani famëlar të përshkruan Allahun si pranues të pendimit dhe mëshirëplot. Kjo do të thotë se mëshira e tij është më e madhe se mëkati i robit dhe falja e Allahut është më e gjerë se çdo gabim. Në një ajet tjetër thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, o robërit e mi që e keni tepruar ndaj vetes suaj, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ajeti 53 i surës Zumar. Ky ajet është si dritë për zemrat e thyera. Ai u flet atyre që mendojnë se janë larguar shumë, që kanë rënë thellë në gabime, apo që ndihen të pandenj për falje. Kurani i ngushëllon duke u thënë se gjithmonë dera e kthimit është ende e hapur për ju. Njeriu shpesh e dënon veten më shumë se sa e dënon bota. Kujtimet e gabimeve, ndjenja e fajit dhe pesha e së kaluarës mund ta rëndojnë zemrën e njeriut deri në atë pikë sa i mendon se nuk ka më rrugdalje për të. Mirpo, mesazhi i ajetit 53 të surës Zumar e shkatron këtë errësirë dhe këtë mendim të prapambetur të njeriu dhe e zëvendëson atë me shpresë, sepse Allahu nuk i drejtohet vetëm të devotshmëve me ajetin, por edhe atyre që kanë tepruar ndaj vetes, pra duke treguar se mëshira e Zotit arrin pikërisht aty ku njeriu mendon se është humbur. Nga këndvështrimi psikologjik, shpresa është një ndër faktorët më të rëndësishëm të shërimit emocional. Kur njeriu beson se mund të ndryshojë dhe se ardhmja e tij nuk përcaktohet vetëm nga gabimet e së shkuarës, ai fiton forcë për të ngritur përsëri. Pikërisht, këtë e mëson Kurani, se pendimi nuk është kthim pas, por është një fillim i ri. Ai nuk e mban njeriu të lidhur me plagët e të dieshmes, por e udhëzon drejt një jete më të pastër, më të qetë dhe më të afërt me Zotin e gjithësisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: çdo bir i Ademit gabon, por më të mirët prej atyre që gabojnë pra janë ato që pendohen. Ky hadith tregon shkurtimisht natyrën e njeriut. Gabimi nuk është fundi i njeriut, por mënyra se si ai reagon ndaj këtij gabimi përcakton vlerën e personit. Ai që pendohet ngrihet më i fortë dhe më i ndërgjegjshëm, ndërsa ai që është këmbgulës në gabimin që po bën, rëndon shpirtin e vet më shumë se ç'është rënduar. Pendimi i vërtet nuk është thjesht një fjalë që shqiptohet me gjuhë. Ai është revolucioni i brendshëm, ku dietarët kanë përmendur disa kushte të pendimit, dhe siç janë njohja e gabimit, keqardhja e sinqertë, ndërpretja e mëkatit menjëherë dhe vendimi për të mos u kthyer më dhe korrigjimi i padrejtësive ndaj të tjerëve. Pra, pendimi, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është vetëm një fjalë, më fal o Zot, por është një proces i thellë transformimi moral dhe shpirtëror. Në traditën e Ehli Bejtit, pendimi zëvon të lartë, ku Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: pendimi me zemër, kërkimi i faljes me gjuhë dhe largimi i gjymtyrëve nga mëkati janë shenja të pendimit të sinqertë. Kjo thënie tregon se pendimi përfshin zemrën, fjalën dhe veprën. Zemra ndjen keqardhje, gjuha kërkon falje, ndërsa veprat ndryshojnë rrugën e jetës. Nga këndvështrimi psikologjik, pendimi dhe kërkimi i faljes
ka ndikim të madh në shëndetin mendor të njeriut. Studime të ndryshme të psikologjisë moderne tregojnë se pranimi i gabimeve dhe i faljes automatikisht reduktojnë stresin tek njeriu, ankthin dhe ndjenjën e fajit kronik. Njeriu që mbart barrën e së kaluarës shpesh përjeton lodhje emocionale, pagjumësi dhe mungesë paqe të brendshme. Kur ai e pranon gabimin, kërkon falje dhe vendos të ndryshojë, përjeton një lehtësim psikologjik sado të vogël dhe arritjes së vetvlerësimit dhe vetbesimit tek vetja. Allahu thot në Kuranin e Shenjtë dhe ky ajet përputhet me këtë studim të psikologjisë moderne ku thuhet: vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Pendimi është një nga format më të fuqishme të përmendjes së Zotit, sepse në atë çast zemra i drejtohej Allahut me sinqeritet të plotë. Prandaj njeriu pas pendimit ndjen qetësi që nuk mund të ta jap as pasuria dhe as fama. Psikologjia njeh gjithashtu konceptin e rritjes pas krizës, pra njeriu kur del më i fortë pas një përvoje shumë të dhimbshme. Edhe pendimi në Islam prodhon të njëjtin efekt te njeriu, sepse njeriu mund të dalë më i pjekur pas gabimit që ka bërë. Ai bëhet më i ndjeshëm ndaj të tjerëve, më i kujdesshëm dhe më afër me Zotin e gjithësisë. Kurani e përcakton këtë kuptim kur thot: Bismillahirrahmanirrahim. Përveç atyre që pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'ua shndrojë të këqijat në të mira. Ajeti 70 i surës Furkan. Sa më dështor është ky premtim nga Zoti i gjithësisë. Jo vetëm falje, por dhe shndrimi i mëkateve në të mira për ne. Kjo do të thotë se edhe plagët të së kaluarës mund të bëhen burim drite për ne nëse njeriu kthehet sinqerisht tek Zoti i gjithësisë. Një prej pengesave më të mëdha të pendimit është dëshpërimi, sepse shejtani e mashtron njeriu aq shumë, duke i thënë se është tepër vonë, mos u pendo, Allahu nuk ta fal pendimin, është e kot pendesa jote, gabimet e tua janë tepër të mëdha e shumë të tjera. Dhe njeriu hyn atë dëshpërimin e madh, mirëpo dëshpërimi është mashtrim nga djalli dhe nuk është fjala e Allahut, sepse Allahu është më i mëshirshëm se sa mendja e njeriu mund ta imagjinojë. Në një hadith thuhet se: o birri i Ademit, sikur mëkatet e tua të arrijnë rreth e qiellit e pastaj të më kërkojnë falje, unë do të falja. Pra, Allahu i drejtohet robëve të vet. Kjo erozon çdo justifikim për humbjen e shpresës. Sa kohë që zemra rreh dhe shpirti është në trup, rruga e kthimit gjithmonë ekziston. Shoqëria jon ka nevojë të madhe për kulturën e pendimit, sepse njerëzit vulosin njëri tjetrin me gabimet e së kaluarës dhe nuk u japin mundësi të ndryshojnë. Islami, përkundrazi, beson në fuqinë e reformimit, në fuqinë e ngritjes nga e para. Ai nuk e sheh njeriu vetëm si atë që ishte dje, por e sheh njeriu si një person që mund të bëhet dikushi sot dhe nesër. Kjo qasje është e rëndësishme edhe në edukimin në familje dhe në marrëdhënie shoqërore. Një i ri që rëshket, që ka nevojë për një dorë që ta ngrë, është një hap shumë i madh drejt tij dhe jo një përbuzje për të ose ta fundosim dhe më shumë, por nëse neve i zjasim dorën atë njeriu dhe i themi që ne jemi këtu me ty, atëherë ai njeri bëhet dhe më i fortë. Kështu është edhe pendimi. Nëse njeriu bie në grackën e mëkatit dhe pendohet dhe kërkon që Zoti i gjithësisë t'ia pranoj faljen, Allahu i zjatet atij dhe i thot: jam këtu, o robi im, pra kështu thot Allahu i madhëruar. Edhe në marrëdhëniet familjare, pendimi ka rol shërues. Kërkimi i faljes mes bashkëshortëve, prindërve dhe fëmijëve largon mlefin dhe ndërton besimin më të madh, sepse psikologët e kanë vërtetuar dhe theksojnë se familjet që praktikojnë faljen dhe komunikimin e sinqert kanë lidhje më të forta emocionale midis tyre. Pendimi është gjithashtu shenjë force dhe kurse si dobësie. Vetëm njeriu i guximshëm e pranon gabimin e vet, sepse egoja e somur e mohon fajin, ndërsa zemra e gjallë e pranon atë dhe kërkon përmirësim. Prandaj pendimi është fitore ndaj vetvetes. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra,
Pendimi mbetet një nga thesaret më të mëdha që besimtari posedon në këtë botë. Ai e pastron zemrën, e qetëson mendjen, e forcon karakterin dhe e afron robin me krijuesin e tij. Njeriu që pendohet, kurse si nuk humbet, por shpërton. Ai nuk dobësohet, por fistikërohet. Ai nuk mbytet në të kaluarën, por merr dhe rilind shpresë në shpirtin dhe zemrën e tij për një gjë më të re. Lum ai që troket në dirën e pendimit të Zotit të gjithësisë, para se ajo t'i mbyllet atij dhe e nis jetën e tij me kërkim falje, me zemër të pastër, me besim të gjallë dhe me hapa drejt dritës dhe mëshirës së Zotit të gjithësisë. Prandaj të mos harrojmë që pendimi është porta e mëshirës hynore dhe shpëtimi jon në këtë botë dhe fitimi të mirave inshallah në botën tjetër. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar xuma të begat dhe duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن